Kryeministri Albin Kurti në mbledhjen solemne të qeverisë së Kosovës me rastin e shënimit të epopesë së UÇK-s ka thënë se kjo epope ka vetëm një adresë lirin nga pushteti serb dhe bashkimin ton, raporton Ekonomia Online. Ato 30 të marsit i kemi quajtur epopeja e ushtrisë shlimtare të Kosovës. Ngjarjet që përmblidhet nën fjalën epope, krejt sikurse emri që i është vënë, na e ka ritmuar historinë tonë bashkëkohore të më shumë se një qerek shekulli. Kjo do të thotë se na e ka përcaktuar ritmin e mendimit dhe veprimit, politik dhe jo vetëm. Emrat Shaban, Adem dhe Homs janë kthyer në absolutët tanë. Gratë e familjes Jashari janë bërë simboli i marrëdhënies mes gruas së popullit autokton dhe mëkimit të ndjenjës së adedashurisë. Fëmijët e familjes Jashari janë tashmë simboli më i madh i masës historike të flijimit të popullit tonë. Në atë lëndim të prekazit, emrat Jashari dhe të tjerët që prehen me ta, janë emrat absolut të lirisë. E në atë datë kur lindi Ademi i madh, në datën më historike të shqiptarëve 28 nëntorin, shpallët publikisht edhe ushtria shqiptare e Kosovës. Krerët e shtetit kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz për nder të epopesë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Presidenti Vjosa Osmani ka thënë se sakrifica e familjes Jashari është dritë udhërrëfyese për forcimin e Kosovës. Sot, sikurse çdo vit, përkujtojmë epopene e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila i dedikohet përkujtimit tonë të përbashkët në këtë kohë lirie, për secilin dëshmor, për secilin hero, për secilin martir që ka dhënë jetën për Kosovë, por mbi të gjitha i kushtohet sakrificës, guximit dhe trimërisë pashoq të treguar nga familja Jashari me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Ata luftuan shumë më gjatë, se sa vetëm përgjatë viteve të luftës, duke u shndruar kështu në emblem të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe njëkohësisht duke i shndruar kullat e Jasharajve në simbol të një kalaje të lirisë, e cila edhe sot e mbron Kosovën, e mbron lirin, pavarësinë dhe sovranitetin e saj. Nga këtu jo vetëm ne si breza që e përjetuam luftën, por edhe brezat e rinj, edhe fëmijët tonë inspirohen për rrugën përpara, për mbrojtjen e lirisë së arritur me sakrifice me gjak, por mbi të gjitha na përkujtohet secilit se sa i lartë ka qenë çmimi i paguar për lirinë tonë. Asnjëherë nuk duhet të harrojmë, asnjëherë nuk duhet të devijojmë nga rruga e shtruar nga kjo sakrificë e heronjve, dëshmorëve e martirëve. Të mërkurën, Prekazi u vizitua nga shumë qytetarë të ardhur nga të gjitha viset shqiptare. Gjithashtu një manifestim është mbajtur në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Në të gjitha aktivitetet u vlerësua lart sakrifica e familjes Jashari për lirinë e Kosovës.